Tani do të shihoni një intervistë të këndshme që do të kemi edhe një të ftuar këtu në Do të studio. flasim drejtëro për një temë të drejtë për drejtë që lidhet me të ardhmen e rinjve tanë. Ne u munduam sot që pak a shumë një temë Edhe temat ta kemi të përafër me të ftuarin tonë. ta bëjmë të zhurmshme në fakt, mirë po ne do të flasim për një zhvillim i cili do të ndikon në vendin tonë. Pikërisht do të flasim për Global Digital City dhe është një event në fakt që synon të luftoj fenomenin e brain drain, të cilat do të flasim të gjitha gjërat këtu në studio, duke krijuar mundësinë konkrete në fushën e digitalizimit. Pikërisht, ky event do të mbahet për mbështetjet e po ashtu edhe të punësimeve start-up, që do të mbahet me 25 dhe 26 shkurt në Tetov. Tetova do të bëhet epicendra e inovacionit, po ashtu edhe ideve të reja. Sot së bashku me ne kemi edhe themeluesin dhe organizatorin i cili organizon për herë të parë në Maqedoni, sepse në Ballkan është mbajtur tashmë. Mirë po Maqedonia është vendi i fundit që po organizohet dhe ne jemi shumë e fat që Tetova do të shndrohet në një vend ku të gjithë të rinjt me bizneset e tyre, me firmat e tyre private mund të paraqiten dhe të informohen për të reja që po ndodhin në botën e digitalizimit. Zotri Belerim Shaqir, së bashku me vjen në studio. Mirëmëngjes dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, po përpara se të kalojmë tek pyetja se çfarë është kjo konkretisht Global Digital City, unë do doja të ndalesha në lidhje me temën që kemi zakonisht tema të ndryshme për çdo ditë, ku mundohemi të vetëdijsojmë qytetarët tanë në çdo gjë që bëjnë. Temën e sotme e kemi privatësia dhe siguria në botën digjitale. A jemi të mbrojtur nga realisht nga fenomenet e shumta që domethënë kemi shumë gjëra që ne i prekim, agri, me dëshirë, agri, si janë ata që nuk i lexojmë asnjëherë, dhe pastaj na vjen postieri dhe thotë veshkën ma jep sepse u dakordove. Si e trajtoni ju, pavarësisht nuk e di ai përket lëmizë tuaj, por është si fenomen që fenomen shumë aktual, domethënë gjithandej, domethënë jo vetëm në Ballkan, në Europë, në gjithë botën është ky fenomen aktual, fenomen i rrezikshëm. Digitalizimi i ka të mirat e veta që i sjell, po gjithashtu me atë vijnë edhe anët negative, të cilët për fat keq njerëz të caktuar i promovojnë dhe mundohen që përmes këtyre të keq përdoren pastaj për përfitimet e tyre personale. Ne, domethënë, gjatë organizimit të eventeve të ndryshme, Global Digital City është event i parë për Maqedoninë, po është event që është organizuar në vende tjera të Evropës dhe vendet të Ballkanit, siç është Shqipëria, Kosova e kështu me radhë. Vejmë theks të veçantë edhe në pjesën e sigurisë, domethënë. Për arsye se ajo ka të bëjë më shumë me cyber security edhe siguria në një nivel pak më të ulët të përdoruesit ditor, domethënë, për arsye se përdoruesit ditor jemi gjithë ne që na vjen një link, na vjen një fotografi apo po marr parasysh, zakonisht i kanë ata format skematike të vetat që i përdorin këto lloj personash dhe ne pa hezitim e klikojmë për arsye se teknologjia informative shumë kurështar, po pikrisht aty është edhe psikologjia në cilën ata punojnë. Për arsye se ata njohin psikologjinë, e bëjnë studimin se si njerëzit reagojnë dhe në atë formë përshtatin pastaj sulmin apo çfarë dush ta qush. Ne kemi evente ku bëjmë trajnim të bizneseve dhe të studentëve apo profesionalëve apo njerëzve në varësi të projektit, që e rrisim, domethënë, vetëdijen për rrezikun potencial, për arsye se këto janë gjëra që nuk duken. Domethënë, ai kur ta çon një link apo një foto apo po marr parasysh një email, nuk të thotë ai shif se emaili do t'i vjedhë dhënat, po thotë për shembull ke një foto, ka ndodhur një X rast ta bën ti sa më kurështare, ti një klikim ta bësh, domethënë ajo në background punon. Domethënë dhe ti instalon ato kodet domethënë që janë specializuar për këtë lloj gjëje dhe pastaj vijon me vjedhje të dhënave, ke formate të ndryshme, ke ransomware, ke vjedhje të dhënave që në fund të çojnë drejt humbjes privatësisë, të kushtojnë e kështu me radhë. Kam lexuar një artikull më herët se kish shumë ankesa të këtyre që për shembull janë pre kësaj veprimtarie. FBI kish publikuar një artikull që thoshte se ka shumë njerëz që i paraqesin këto, për shembull kanë vjedhë dhënat, kanë vjedhë lekët nga banka e kështu me radhë. Në atë artikull që kam lexuar para shumë kohe, thoshte
mos kliko. S'kemi si të ndihmojmë. E ke parasysh se do të thotë edhe kompetitorët tërhiqen në këtë rast. Është e pamundshme parasysh se ata vinë ka teknologji për shembull që ta ndryshon lokacionin në sekond në disa lokacione të botës dhe fizikisht ti nuk ke mundësi ta ndjekësh. Teknologjia është avancuar, ata kanë mundësi ta ndjekin, mirë po, për çfarë bisedojmë? Dikën që i kanë vjedh për shembull dhe nuk është diçka e rëndësishme dhe për ty është shumë e rëndësishme se ti ke humbur. Po për ata organizata që merren me këtë ajo është e nivelit të ulët, kështu që ai jep këshill thotë mos e prek, mos e. Kështu që më mirë mos prekim. Me që jemi njerëz të rëndom në këto situata edhe mund të përfshihemi, kështu që më mirë mos i hapim ose të paktën të mundohemi të konsultohemi me dikë që ka informacione. Ka një, domethënë ajo janë bë studime, janë bë verifikime, ka analiza të dhëna ku pavarësisht përdorin disa lloje skemash. Dhe gjithmonë për shembull të vjen një email që të duket se është nga një kompani, nga një organizatë, po ti domethënë hapi parë që do bësh është atë lloj emaili do ta kërkosh në Google, tash i kemi edhe këto AI, ChatGPT e kështu me radhë. Mund të kemi referenca për atë që na tregojnë. Aty ke gjithmonë referenca se dikush para teje e ka kaluar të njëjtën eksperiencë dhe ka postuar për atë. Dhe ti si hap parë, domethënë edhe për një që nuk merret me IT, hap parë këshilla është që ti gjithmonë verifikoj në Google apo ma thjesht në Google verifikoje, në Google po ta nxorri një post apo një themi një dhënë që filani ka qenë scam ose është kështu i dyshimt, mos e prek. Por nëse je i pari, po këtu te ne nuk je i pari sigurisht. Gjithmonë prap verifikoje emailin, domethënë ose linkun ose ai ta çon një link për shembull që i përket një organizatë ose thot jam nga filan ndodhi me Safe City, domethënë ne kishim edhe me ministrin i cili publikoi mesazhin i cili ishte shumë i ngjajshëm dhe personat është i ngjajshëm, po për shembull mund të dalloj një gerëm dhe ti tash nëse e shef domenin se është një gerëm diçka ka aty, domethënë nuk është se ai nuk mund ta është shumë rënd për ta përdorur po të njëjtin që është oficial e kështu me radhë kanë edhe ata mekanizma mbrojtëse. Safe City është edhe diçka e re që ndodhe dhe kanë të themi kështu e kanë përdorur këtë rast. Ajo është shumë mirë që ka ndodhur, po e them kështu në aspekt tjetër pak që u ka rit vetdijen aty në shefave të sigurisë kibernetike, sigurisë cyber security që kanë Safe City, domethënë që odesh që ti parashohen gjithë se puna e një eksperti kompjuterik që punon kështu organizatë është ka njerë edhe ti parashohi nga mund të vinë sulme. Do t'jetë hapa para. Po, ti paraprik. Kështu që ka njerë është mirë ndodhe se e mësojnë, pastaj e marrin masë. Po ne kështu jemi në këtë shtetin tonë të mirë, do me thënë mësohemi nga gabimet e shumta të sistemit që i kemi në këtë vendin tonë të mirë, që Zoti na e ruaj dhe na shtoft me të mira. Të kalojmë në anën pozitive të digitalizimit, sepse po bëhet fjalë për një event madhështor, do të thoja, sepse unë mendoj që na mungojnë shumë evente të tilla, sidomos për personat të cilët janë të zhytur në profesionin e botës të informatikës, domethënë gjithçka që lidhet me digitalizimin, mirë po na informoni pak më shumë se çfarë është kjo Global Digital Day. Global Digital City është një eveniment apo një ndodhi, domethënë në rastin konkret do jetë 2 ditë në lokacionet e Universitetit të Evropës Juglindore apo Shtulit, si gjithë studentët e quajnë. Zanafilla e gjithë organizatës ABSL, që është një organizatë me prejardhje europiane, domethënë Zanafillën e ka në Poloni, diku në vitin 2006 është themelu dhe pastaj ka kaluar në çdo shtet të Europës. Më zvonti është inkuadruar edhe Ballkani, ka filluar Shqipëria, Kosova, Serbia, Malizi, Bosnia nëse s'gaboj. Bosnia ka qenë në fakt e para në Ballkan. Dhe ne jemi të fundit, domethënë si shtet që inkuadrohemi në këtë rrjet. ABSL është një organizatë e cila ka theks të veçantë në domethënë ngritjen e vetdijes dhe ngritjen dhe ofrimin e mundësive të bashkëpunimit në sferën e biznesit. Pse jo edhe në sferën e njohurive të reja e kështu me radhë që ndodhin për arsye se atje ku ka biznes ka diçka të re, gjithmonë diçka merret novitete të ndryshme. Dhe theks të veçantë i jep kompanive të cilët merren me teknologjitë informative, gjithsesi që bëjnë outsourcing, që shfrytëzojnë këtë lloj platforma për domethënë projektet e veta për klientët e vet. Dhe ABSL është një organizatë e cila funksionon në mënyrë më proaktive se organizatat të cilët funksionojnë dhe janë klasike
siç mund të jenë organizata të ndryshme apo dhoma të ndryshme ekonomike e kështu me radhë. Çfarë e bën ndryshe ABSL nga këto organizata është ajo se proaktiviteti shifet në momentin ku bashkohet oferta me kërkesën, gjithsesi një treg që mund të ndodhet në Gjermani apo në Zvicër apo në Suedi, ABSL e sjell direkt pa pasur ti nevojë që apo je biznes apo profesion, për shembull student ose një profesion ndryshëm që ke ti, nuk ka nevojë të shkosh ti ta kërkosh atje. Për arsye se ne dimë gjithë se informacionet gjithmonë ekzistojnë në internet e kështu me radhë, po qasja dhe realizimi i një qëllimi që ti mund të kesh si kompani, për shembull, të kesh një klient në Europë, nuk është shumë e lehtë. Dhe ABSL funksionon në çdo shtet, funksionon si organizatë dhe ka rrjetin e vet i cili është i bazuar në antarësinë e kompanive dhe njerëzve me profesione të ndryshme që janë pjesë e kësaj dhe në mënyrë domethënë internacionale funksionon e njëjta. Nëse je antar këtu, automatikisht ke qasje në gjitha ndodhitë që bëhen brenda rrjetit të ABSL. Do ta quajmë si një mini panajër i prezantimeve të që s'ka nevojë fizikisht globale. Po, ABSL për shembull përpos organizimeve të kësaj natyre siç është ky eventi Global Digital City ka shumë evente, domethënë në çdo shtet ABSL lokal organizon evente të ndryshme që janë gjithmonë me theks të biznesit dhe ngritjes vetdijes edhe profesionalizmit të kompanive dhe njerëzit të cilët duan të kyçen dhe të punojnë ashtu, gjithashtu përbën një të themi një hub apo një vend ku për shembull takohet oferta me kërkesën në mënyrë shumë efikase dhe në mënyrë proaktive. Nëse ti je një klient, ke një kompani për një domethënë që punon në outsourcing IT apo diçka tjetër, nuk është e limituar vetëm te kompanitë IT-ve. Ka edhe kompani që ofrojnë shërbime të tjera. Mirë po theksi është këtu për arsye se digitalizimi vjen para te kompanitë IT-ve, pastaj pse jo edhe te kompani tjera, se edhe kompani që bëjnë prodhim shkojnë drejt digitalizimit. Dhe ideja është që ABSL ta facilitoj, ta ndihmoj domethënë këtë kompani për një klient dhe një treg i cili mund ndodhet diku jashtë Maqedonisë dhe e faciliton e ndihmon në gjithë procesin derisa ajo bëhet reale. Nuk është vetëm thjesht kalimi një kontakti, që kemi një kontakt të një kompanie në Gjermani dhe ja po ta japim ty dhe ti tash i bën çat dush, po ne e facilitojmë derisa ti ta nënshkruash kontratën, fillosh me punë. Dhe pastaj çfarë nevoje të kesh ti si pjesëtar i rrjetit ton, ne jemi aty bashkë me rrjetin ku ti domethënë nëse është i Gjermanisë, rrjetin e Gjermanisë e kemi aty. Domethënë për ta thjeshtësuar, për qytetarët ta. E kemi produktin televiziv. Dhe tash kemi dëshirë për ta plasuar në të jetë online, të themi edhe në kushtimisht në Zvicër. Çfarë duhet bëjmë hapin e parë? Për ta thjeshtësuar për shikuesit. Për ta thjeshtësuar, domethënë nëse kemi një produkt, një shërbim që ne duam ta plasojmë diku në një treg ku ABSL ka rrjetin e vet, pari duhet të jesh pjesë e ABSL-it në vendin lokal nga ti ku vjen rasti konkret Maqedonia dhe ne përmes rrjetit ton që kemi në vendin ku ti e ke si destinacion ta kryesh këtë lloj veprimi apo bashkëpunimi, ne angazhojmë rrjetin ton atje që ta gjejnë klientin, nëse ti e ke gjetë klientin që ta kërkoj, ta ulën, bisedoj me ty, të kryet kontrata dhe ti pastaj e ke rrugën e hapët që ta shtruar rruga. Faktikisht është urat janë ideja është ABSL është një ure, por nuk është vetëm lidhse po proaktive. Që në kupton proaktive se ne ndihmojmë gjatë rastit, domethënë gjatë gjithë procesit. Nuk është vetëm që ta japim si kontakt që ti ta krysh punën vet, po ne ndihmojmë. Domethënë kjo është ideja e ABSL. Unë dua që të informojmë edhe qytetarët, studentët, të gjithë ata që po na ndjekin, ndoshta që janë më të informuar rreth botës digjitale, aplikimet janë të vazhdueshme ende. Ne kemi është më specifike për studentët, startupet, firmat. Është ndarë, domethënë platforma jon normal si gjithë tash është e kohës që rrjetet sociale të shfrytëzohen, kanalet të ndryshme të shfrytëzohen, pse jo edhe rrjetet televizive që të marrin më shumë, domethënë informacion të marrin njerëzit. Ne në rrjetet tona sociale gjithsesi, duke filluar nga website-i që kemi aty, e kemi të ndarë aplikimin për student dhe aplikimin për kompani. Gjithashtu e kemi edhe aplikimin për kompani që duan të jenë antar të organizatës tonë. Dhe në eventin e Global Digital City do ketë 3 mini evente brenda eventit, domethënë nuk është vetëm event klasik, thjesht është pjesa dita e parë që do mbahet në 2 ditë,
Dita e parë ku do jetë, pjesa e parë e ditës do jetë me keynote speakers, domethënë njerëz që vinë nga institucione, që kemi institucione shtetërore, do kemi institucione internacionale që janë ambasadat ndryshme, dhe do kemi kompani të fuqishme, domethënë kompani për efekt nuk ua përmendi emrin tash mund të shihni në rrjetet sociale, po falni, do ketë kompani të cilët janë me numër të madh punëtorë që kanë zyra përfaqësuese në Maqedoni dhe janë me prerje europiane apo me prerje botërore. Dhe këta përfaqësuesit e këtyre organizatave dhe institucioneve do mbajnë fjalime në temat e caktuara rreth digitalizimit, AI, artificial intelligence e kështu me radhë. Po, dhe më pas do ketë kohë ku do mund të bëhet, domethënë mbas këtyre themi informacioneve, ligjëratave që do mbahen, do ketë event tjetër që do zhvillohet paralelisht ku kompanitë, domethënë në hapësirat aty që i kemi përcaktuar ne, do ketë një qosht themi, një kënd ku kompanitë mes vete mund të bëjnë B2B, domethënë business to business, që mund të kenë takimet aty. Mund të kenë takimet direkt aty dhe mund të lidhin kontrata direkt. Përfaqësues nga ana e organizatës do jetë aty që ta udhëzoj gjithë këtë lloj themi ndodhi apo përshpejtimi apo kështu me radhë, ndërsa në anën tjetër do ketë domethënë student apo njerëz profesional të profesioneve të ndryshme, lidhur me digitalizimi gjithmonë dhe IT veprimet, do ketë që do aplikojnë dhe domethënë që mund gjejnë edhe punë direkt on the spot në vend aty. Domethënë nuk është një proces, mundësi për studentët. Domethënë mundësi shumë e madhe për studentët, për arsye se studentët do vinë, do ketë numër i madh i kompanive të cilët janë në kërkim të forcës punëtore. Dhe këtu në moment do kenë mundësi të shifen me drejtorat, me udhëheqësit e kompanive dhe në moment kanë mundësi që të kryejnë punën, domethënë të gjejnë një punë. Një mundësi shumë e mirë për gjithë studentët. Unë kam një 9 pyetje këtu, sepse më intereson dallimi i moshave, i brezit. Me datë 25 dhe 26 shkurt do të mbahet eventi, kush janë aplikues më shumë, kompanitë apo studentët? Nga të dyja, shumë interesante, sepse kemi njerëz në kompani që janë moshë që i kanë në punësit të cilët i udhërofyes, të themi, për drejtorët e kompanive. Dërsa studentët po e shikojnë pak sa e kanë pa filtre, e kanë këtë digitalizimin, të themi. Tashi, këtu numri vjen e shtohet çdo moment, domethënë se linqet janë online. Më shumë nga studentët apo nga? Kemi numër të madh studentëve që janë të interesuar, domethënë që po regjistrohen aty që duan të marrin pjesë aty dhe ne japim instruksione si të regjistrohen, çfarë duhet përgatisin, domethënë të kenë CV me vete, të kenë diçka me vete që ta prezantojnë veten. Është një mundësi shumë e mirë. Po, është mundësi se është në moment në vend që mund të ndryshojë kahjen e jetës vet, për arsye se ajo student ka nevojë për punë, ka kapacitet, s'ka nevojë tiket shkojnë në Europë për të gjetë një punë, por ja sjellim në punën këtu. Ki edhe kompani, domethënë që janë, thash, për efekt marketingu nuk i përmendi emrat, po janë kompani me shumë punëtorë, kompani shumë fuqishme, serioze, të cilat janë pjesë e rrjetit tonë dhe gjithkund ku ka IBSL në për Europë, ata janë pjesë e rrjetit. Kështu që mundësi shumë të mira për studentët. Shumë e mirë, pastaj edhe këto me paga europiane apo perëndimore të jetosh në Maqedoni është me të vërtetë një luks. Është një parandalim i brain drainit që kemi këtë fenomen. Problem shumë i madh në gjithë botën, sidomos tuke ne, na i marrim gjithë njerëzit e kualifikuar. Për shkak se nuk gjejmë hapësirë. Se nuk gjejmë hapësirë. Tash ne hapësirat i krijojmë. Një gjë shumë e mirë. Hapësirat i sjellim këtu, nuk ka nevojë për të lëviz nga këtu, thjesht të adaptohen, funksionojnë sipas rregullave dhe procedurave që ajo kompani mund të ketë dhe ai mund të punojë në shtëpi të vet, mund të punojë, mund të jetojë një jetë shumë. Le të bëjmë edhe një thirrje për të gjithë studentët, për të gjithë kompanitë e reja, firmat startupe. Ose edhe për gjithë ata që kanë ideja. Po, nuk është e limituar vetëm për studentët, por gjithë njerëzit që ndin veten të aftë dhe kanë një lloj eksperiencë, të themi, në këtë fushë, janë të mirë se ardhur. Eventi do jetë 2 ditor. Do ketë shumë gjëra interesante, fusim zakonisht në Global Digital City kemi edhe mundësinë, për shembull vinë njerëz me ideja, se harova ta përmendim më herët, përveç kompanive, njerëzve profesional dhe institucioneve që mund të kyçen, ne kemi rrjet të investitorëve, të cilët janë pjesë e kësaj dhe kemi në raste të caktuara, në evente të caktuara kemi mundësi për shembull që të bëjmë prezantim të një ideje apo një biznesi që ti ke
dhe ne e plasojmë te rrjeti investitorëve tonë që janë dhe ata mund dikush që jetë interesuar të investojë te biznesi jot, te ideja jote. Dhe domethënë mrekullueshme. Kjo është ai proaktiviteti që themi, nuk është vetëm thjesht kalimi i kontaktit, thjesht është e përpunojmë domethënë gjithë atë proces themi që ti ta mbrish suksesin tonë. Më fal, po unë do doja populli thotë ndonjëherë nga ideja në realizim ka shumë problematika. Sepse kur themi shpesh, kur luajti futboll ideja me realizimin, humbi ideja me 8-2. Cilat janë pritshmëritë tuaja, më thuaj? Pritshmëritë tona janë edhe pse jemi shteti i fundit që jemi kyç në këtë rjet. Më të veçantë. Nga fundit parë. Do sjellim diçka të re, unë kam shumë pritshmëri se do kemi shumë raste suksesi, domethënë ku kompani mes vete do lidhin kontrata të ndryshme, ku student apo njerëz profesional do gjejnë veten aty dhe ku domethënë këto liderët e kompanive, udhëheqësit e kompanive do gjejnë njerëzit e duhur, domethënë që ju duhen. Të mos rinë të bëjnë outsourcing se pjesa e IT se lejon këtë pjesën që ti të mund të punosh nga shtëpia apo nga një lokacion tjetër. Dhe unë njoh shumë kompani për shembull që janë këtu dhe kanë outsourcing profesionistë nga India, nga Pakistani, nga Europa, kështu me radhë. Sa ndodh kjo kur kemi? Ndodh kjo për arsye se këtu nga mentaliteti, nga kushtet ekonomike njerëzit nuk mundohen të kryejnë kështu gjonash, po gjithë mendojnë si ta marrin rrugën e mërgimit. E ke parasysh. Tash ne sjellim këtë inovacion këtu. Dhe ju themi që ne kemi këtu, nuk ke nevojë të shkosh ti. Ja, përdoreni. E kemi zgjidhjen këtu, thjesht hajde tregoj aftësitë tua këtu, kompania që ka nevojë do të merr ose kompani që mund të lidhen dhe bashkëpunojnë dhe mund bëhen joint venture të ndryshme që mund të funksionojnë për një klient shumë më të madh që mund të gjendet në Europë ose diku tjetër dhe është situata është win-win gjithandej, domethënë gjithandej thjesht duhet të kuptohet dhe njerëzit domethënë të vinë ta shohin, vetëm vinë ta shohin se me informacione që të ndahen nga i gjithë eventi, unë mendoj që do t'ju jap edhe ndoshta ndonjë ide pse jo edhe vitin tjetër kur ta organizoni pak. Ne Global Digital City do organizojmë çdo vit, gjithashtu do kemi edhe disa evente tjera që do organizohen mbas kësaj, domethënë që do dalin diku nga muaj prill e kështu me radhë deri në fund vitit. Kemi disa tema që do i prekim gjithmonë për rritje, nxitje të ekonomisë, nxitje të punësimeve të reja, që të ndalojmë këtë brain drain, domethënë të ndalojmë këtë kjo shumë rëndësi. Na ikin kuadrot, domethënë studiojnë, sakrifikojnë prindrit në përgjithësi dhe fatkeqësisht kuadrot po i gëzojnë të tjerët. Unë do të një në pyetje, kështu shumë shpejt se jemi në 3 minutat e fundit. Më shumë satisfaksion të punosh për shtëpi apo të jenë në përzyra, në përvende të duhura. Tash si mendoni ju kështu? Unë nga ana ime mendoj që ose kreativiteti më i madh, unë mendoj që është 3 ditë punë dhe 4 ditë pushim. Jo, kreativiteti, shive ka ca shtete që tash Suedia këta kanë filluar ta reduktojnë pjesën e shkuarit në zyrë, po gjithmonë unë mendoj se zyra nuk do ndaloj se funksionorit, se ka dhe ca biznese që e ke patjetër të vish zyrë, e ke parasysh. Po më shumë ideja është që ta krysh punën. Ti kur e kryen punën, e kryen nga shtëpia, e kryen nga zyra, ajo pak rëndësi ka. Po kjo është puna kryet për pronarin, për kërkesën ku jemi. Por satisfaksioni për njeriu. Satisfaksioni për njeriu. Shive, satisfaksioni. Unë kam punuar dhe nuk më ka pëlqyer, do të për mua nuk ka qenë të punoj për një shtëpi. Varet nga karakteri e njeriu, një e dyta varet se ti sa mëson, se ti kur je në shtëpi, për shembull, varet gjithmonë nga puna që bën. Ti kur je në shtëpi je në atë rutinën tënde të përditshme dhe shumë pak ke mundësi të mësosh gjëra të reja. Që se ti takosh me një koleg, me një ambient pune, gjithmonë ka mundësi që ti të mësosh diçka të re. Dhe ku the para se është vetëm për pronarin, ajo është e vërtet, mirë po edhe për punëtorin që e kryen një punë, është një lloj satisfaksioni, se është një detyrë që ti e ke kryer me sukses dhe ke mësuar diçka të re, nesër je më i përgatitur se ç'ke qenë sot. Kështu që unë mendoj që zyra prap jep diçka më shumë se shtëpia, varësisht asaj që ti punon. Po nuk do më thonë ajo, varet gjithë nga edhe pse jemi në 2 minutat nga oferta që japin pronarin. Jemi në 2 minutat e fundit, unë vetëm dua të bëj ndoshta është një pyetje që duhet parashtruar pas eventit. Mirë po, si është në dallimin e të rinjëve në informacionet që ne i kemi në, të themi kështu, zgjuarsinë me vende tjera, për shembull me Kosovën dhe Shqipërinë. Pse mendojmë gjithmonë që ata janë shumë më përpara se ne? Ideja se ata janë shumë më përpara, se mendojmë ne, po edhe është saktë se janë shumë
më përpara është se ajo se ata i marrin gjërat e reja, nuk kanë rezistencë ndaj gjërave të reja dhe aty domethënë bëhet dallimi. Dhe domethënë i pranojnë këto gjërat inovative që vijnë nga jashtë, domethënë, ndërsa ne këtu mentalitetin e kemi pak më ndryshe, po punojmë në atë drejtim që tritet, prandaj i bëjmë këto organizime që të jemi rrezikut. Domethënë më shumë pranojnë rrezikun ata se sa ne. Fatkeqësisht, themi. Me kemi edhe minutat e fundit. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Shpresoj që të jetë një event i suksesshëm, një organizim edhe të dalin filizat e rinj për këtë event. Dhe të bëjmë thirrje të gjithë firmave, startupeve, po ashtu edhe studentëve të marrin pjesë, mirë po siç e thatë edhe të njerëzve që punojnë në fushën e tillë, është një mundësi perfekte në Tetovë pra me 25 dhe 26 shkurt, do të mbahet Global Digital City, paraqit nu aplikoni pse jo, siç e tha edhe zotëri Belerimi, vetëm të merrni pjesë, do të ndaheni me shumë ide dhe me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, suksese dhe ushtofshin këto evente.